أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun Gjelle Shanu e falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjëmat të pranishëm, ne lusim Allahun Gjelle Shanu që Allahu këtë ditë të agjërimit, duat e tona, namazet e tona, adhurimet e tona, Allahu kabul dhe makbul të në banë. Pasi Ramazani është muaj i Kur'anit, andaj ne sot do të ndalemi për ta shpjegu një sure të Kur'anit. Ajo sure gjendet në 10 e fundit të Kur'anit. Shpesh herë e lexojmë, por në herë e dikush e din kuptimin e dikush nuk e din. E sot do ndalemi pak disa fjalë të shkurta të shpjegojmë rreth kuptimit të kësaj sure, edhe ngjarja e cila ka ndodhur që Allahu Gjellëshanu e ka zbrit këtë sure. Ne kur i shpjegojmë surët, është për qëllim që ne të i dim ato kuptimet e atyre sureve të cilat i lexojmë pak më shpesh namaz. Kjo është e para, pse i shpjegojmë këtë sure. E dyta, mësimet të cilat Allahu Gjellëshanu neve na tregon mbi këtë sure të Kur'anit, edhe me e përshtat në kohën tonë, se nuk është thjesht ka ndodhur një histori në kohën e pejgamberit alayhis salam, e dikush mund me thonë po ka ndodhur në atë kohë, tash ka lidhje me këtë kohën tonë ku jetojmë. Padyshim se çdo ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam apo para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu neve na tregon në Kur'an, padyshim se ka dobi dhe mësime nga ajo sure, çka sot mujna me marr porësi dhe mësime nga ajo sure. Surja që ka du të shpjegoj është surat e Fil. Surja Fil është surja e elefantit, apo që në të kur fillon surat e fundit, elem të rekejfe feala rabbuke bi ashabil fil. Kjo surë e Fil, apo ngjarja e elefantit, ka ndodhur pak para se me lind pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ngjarja me elefantin, me pronarët e elefantëve, ka ndodhur pak para se me lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, viteve 570 para herës sonë. Në këtë kohë ka qenë një kryetar i Yemenit, krishter, i cili ka qenë në udhëheqësin e Abasinive, e Habeshiut në Abasini, i cili ka qenë kryetari i Abasinis, Habeshiu, e ky Ebraha, i cili ka qenë kryetari i Yemenit, ka qenë në udhëheqësin e tij. Ky i ka pa Yemenin atë kohë ka qenë një qytet apo një vend, një shtet, me thonë pak ma gjelbrim se sa Mekja, se sa Medinja. Edhe njerëzit, ky ka dashur njerëzit të shkojnë dhe ta adhurojnë apo ta vizitojnë në fakt këtë vend, edhe të ndikon, ka dashur të ndikojë se ka qenë krishter, ka dashur këtë gadishullin arabik ta bën krishter. Ky Ebraha, i cili ka qenë kryetari i Yemenit. Edhe i shef njerëzit duke shku me bo haxhin, duke u grumbullu me një vend në Mekë, ku në Mekë në atë kohë ka qenë një vend shkretir, një vend i land, njerëzit të cilët janë marrë me dhënë, me deve, nuk ka pas ndonjë zhvillim ekonomik, kurse zhvillimin ekonomik ka qenë Yemeni, edhe si vend strategjik, edhe si vend ku ka qenë gjelbrim, edhe po njerëzit kanë shkuar në Qabe, atje në Mekë, për me vizitu, me e bo atë ritualin apo haxhin prej në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Se Mekë, ne dimi,
e dim se Mekën e ka ndërtu Ibrahimi a.s. me djalin e vet Ismailin. Edhe nga ajo kohë deri në kohën e pejgamberit a.s. njerëzit, edhe pse s'kan qenë musliman, po ata e kanë pas atë ritualin, atë haxhin e vet që e kanë bë, në atë mënyrën e vet. Pastaj kur ka ardhi Islami, edhe neve na ka mësuar se si duhet të bëhet haxhi saglam. Ama edhe pse s'kan qenë ata musliman, ato kanë shkuar e kanë vizitu, kanë bë tavaf. Andaj edhe e kanë qujt atë shtëpinë e shenjtë. Edhe njerëzit duke shkuar atja, ky i cili ka qenë kryetari i Yemenit, Ebraha, i vjen sikurse mi ardhi nati, pse ata po shkojnë atje, nuk po vinë te ne. Ka dash të bëhet diçka që ata njerëzit t'i largoje nga ai vend, edhe ta ulat famën e Qabës. Edhe çka bën, e ndërton një kish, një katedral. E quan katedralen El Qais. Një katedral të madhe, sa që në atë katedral edhe vnon edhe nga ari, nga argjendi, nga ajo pallati i Belkisës që ka qenë, edhe e merr nga ajo, nga i pallati, edhe e vnon edhe bën një katedral shumë të madhe. Kur e bën katedralin shumë të madhe, dhe shkon dhe ja çon lajmin në Gjashiut dhe i thotë se unë e kam ndresh një katedral të madhe dhe besoj që tash njerëzit kanë me ardhë, edhe kanë me vizitu, edhe kanë me vashpjegu çka është krishterizmi, edhe ka dash i krejt gadishillin arabik ta bën krishter. Edhe pasi e ndrejt këtë katedralën, këtë kishën e madhe, vjen një nga banorët e Mekës, edhe shkon edhe e njëllos, thuhet që e ka bën nevojën në këtë katedral. Edhe kur e merr vesh kush e ka bo, apo kush e ka njëllos këtë kishën që e ka ndrejt shumë të madhe, në atë kohë, thot që ka një nga banorët e Mekës. Nga Kurejshit ka ardhur dhe e ka njëllos edhe ka shku. Edhe ky bëhet nervoz, edhe vendos ta bën një ushtri të madhe, edhe ti merr elefonta që i kanë pas, se arabët nuk kanë pa në atë kohë elefanta, vetëm Jemeni ka pas disa elefonta. Thuhet që kanë qenë 8, 12, 13 elefonta, nuk është më rëndësi, ka pas elefonta që janë përdorur për t'i prish gjanat, për ta prish shembull një objekt. Edhe pasi e formon ushtrinë e vet, edhe bëhet gati për me shkue, tash thot unë, ka me shku dhe ka me prish atë qabën, që kanë njerëzit mos ka kush ka me shku atje, edhe njerëzit kanë marrë dhe kanë me vizitu këtë katedral, këtë kishën e madhe që e kanë ndërtu në Yemen. Pasi vendos edhe e mbledh ushtrinë e vet, i mbledh njerëzit e vet, armatosët ketë, i merr elefantit edhe niset për në Mekë. Udhës i dalin disa fise për ta pengu, për me shkuar në Mekë. Edhe ky i mun ata fisët, që ka qenë, atëherë ka qenë një kryetar, zullumçar edhe ka pas pushtet, ka pas forcë. Edhe i mun ata dhe i zen robë edhe kështu me radhë, edhe vazhdon. Kalon ka Taifi, edhe në Taif kur e shohin banorët e Taifit që po vjen Ebraha, kryetari i Yemenit me ushtrinë e vet, me elefantet e vet, edhe ata dyqish frigohen, edhe del se ka qenë edhe në atë kohë njerëz që kanë pas disa zotna, banorët e Taifit i kanë adhuru disa zotna. Kanë qenë një zot ulat e kështu me radhë. Edhe ata frigohen se mos ka ardhur ta prishat zotin e atyre. Edhe del njëri thot, qabja për çka je nis ti, thot është kënena, edhe unë po vi edhe me ta kallxon rrugën. Edhe pastaj në atë kohë, vdes ky njeri, edhe bëhet një jetë në histori, njeriu i cili ka dashur me ndihmu të keqen. Edhe pastaj del Ebraha me ushtrinë e vet edhe shkon ka Mekja, para Mekës, para kufive të Mekës, jo para Qabës. Se qabja ju i keni po në televizi, ajo shtëpia e zezë. Po Mekja i ka kufit e veta që i ka vendosur Ibrahimi a.s. E para kufive të Mekës thuhet mes Musdelifës dhe Minës, që ati ndalet, Ebraha me ushtrinë e vet edhe i vendos ato tendat e veta, shatorat e veta, edhe për të pushu. Pas i pushon,
banorët e Mekës e morën vesh që po vjen tash ki zullumçari për ta prish Qabën. Edhe ata vendosin banorët e Mekës me e nxjerrë dikan që me shku me fol. Kur vjen Abraham në atë vend i vendos me ushtrinë e vet, edhe tash e thot shkoni dhe thirrni dikan nga banorët e Mekës që të mirë mi vesh se unë nuk kam ardhur për luftë, kam ardhur vetëm për një cilë, për me prish Qabën, shtëpinë e Zotit. Thot vetëm për çat qëllim kam ardhur me e prish. Edhe del Abdul Mutalibi, gjyshi i pejgamberit alayhis salam. Del se ka qenë i pari i Kurejshve në Mekë, edhe nxjerrën thot ti je pak më i madh, më ki staf si të ne, edhe shko dhe mirovesh. Po në atë kohë kur vendosen ata Ebraha, ja nisin me bo zullum. Në thonë se ta shteti ka, ja nisin çka shohin përpara këtë i marrin. Edhe i marrin edhe devat e Abdul Mutalibit. Devat Abdul Mutalibit thonë që janë kanë 200 deve, ja marrin Abdul Mutalibit. Edhe kur vjen Abdul Mutalibi, edhe ki kur e shef që ka ardhur i pari i Mekës, edhe tash duke qenë atë kultukën e vet, edhe ulet për toke. Se një kultuke kanë pas ata kryetarët, ato mendje mëdhejt. Edhe thot ta nderoj këtë se kjo është i pari i Mekës, edhe pas ka staf, edhe ulet për toke. Kur vjen ulet edhe Abdul Mutalibi ulet gjyshi i pejgamberit në tokë me Abraham. Edhe Abraham i thot a ki ndonjë kërkesë që unë me të ndihmu diçka, me ta plotësu kërkesën para se me prish Qabën. Thot unë kam një kërkesë. Thot cila është kërkesa jote? Thot me mi kthi devat e mia. Thot se unë jam zotria i devave të mia. Thot unë të nderova ki Ebraha, kryetari i Yemenit. Thot unë të nderova ty duke të pa që njeriu i më i mençëm i Mekës, ama ti tash po del njeriu më budall. Thot pse? Thot unë kam marrë për me ta prish shtëpinë e juve që e keni si shtëpi të Zotit, e juve që i bëni tavaf atje që i silleni, e ti po i lip diçka që është pak më e vogël se kjo. Thot devat. Thot shiko. Unë e kam kërkesën time. Unë jam zotria i devave. Devat janë të mia. Ama shtëpinë që ti ke ardhur me prish, zotria i shtëpisë është Allahu xhaleshan. Ti shko mirovesh me Zotin e shtëpisë, e Qabës. Ky habitet. Edhe ja kthen devat, i merr devat Abdul Mutalibi dhe kthehet në Mekë. Kthehet në Mekë, ju thot banorëve të Mekës, thot hipni, thot dilni, thot lironi këtë vend, Mekën, thot sepse ky njeri thot ka ardhur për me shin, për me e rafshu Qabën, ama ta dim se Allahu xhaleshanu neve ka më na mbrojt. Edhe pse ata nuk kanë qenë musliman, po e kanë pas një besim, i kanë besuar Allahu xhaleshanu. Edhe pastaj thot dilni thot na përmale. Këtë banorët e Mekës dalin na përmale. E lojnë Mekën shprast. Edhe pastaj momentin që vjen Abraham me ushtrinë e vet, afrohet, don me hin Mekë, ai elefanti më i madh që ka qenë, e cili ka pasur Mahmud, në thonë ulet edhe nuk lëviz. Ky be i mshon, be e marrin me për kërpeshi, për me quë, për me thonë, në thonë quë dhe shkot, në thonë tash i minis ka Mekja, nuk lëviz. E marrin kërpeshin edhe e lakojnë ka Shami ose ka Jemeni, janis devja, ajo elefanti me lëviz. Kur e marrin me për kërpeshi, për me quë ka Mekja, nuk lëviz, ulet. Elefanti që kanë qenë elefanti më i madh. Edhe janë nisë këto habitën. Atëherë Allahu xhaleshanuhu në këtë moment i çon e babil, do zoç tufe. Edhe Allahu xhaleshanuhu tash i thot pejgamberit alayhis salam: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Atëherë lajmi o Muhammed, a din ti se çka ka ndodhur ty me ato pranarët e filit? Çka ka ndodhur Zoti jot? Çka ju ka ndodhur atyre me që kanë qenë pranarët e filit, e elefantit. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ato kurthat, planat që ata i banën, Allahu xhaleshanu i azgjësoi, i fundosi, i prishi. U arsala alejhim
tajren ababil. Në këtë moment Allahu xhaleshanu thot, Allahu dërgoi shpend, zoq, tufe, erdhën nga deti, nga gjidde, edhe qili u mlu me zoq, u bo ter nga zosht e shumë që Allahu xhaleshanu i dërgoi, edhe tash banorët e Mekës po presin që çka po ndodh. Ka erdhën tash këto zoq, e këto ishin ushtria e Zotit. Wama ya'lamu junudahu illa hu. Nuk e din ushtrinë e Allahut përpas Allahu xhaleshanu. Nëherë Allahu xhaleshanu dërgon zosh për të shkatru, nëherë dërgon diçka tjetër. Ju e dini Karunit, i cili ishte në kohën e Ibrahimit a.s. Allahu ai e quante vetin Zot. Atëherë Allahu xhaleshanu pasi tha ti e quan vetin Zot, e unë po ta çoj diçka një smuje, e ta shëroje vetin tanë. Ja qoj Allahu xhaleshanu një mizë e cila hini në hundë edhe i shkojnë në kokë, edhe ajo miza i bëjke problem në kokën e tij. Edhe ki për me qetësu vetën u deshke me marrë ato nallat edhe me imshu shumë dhimbje, në të se ka pas shumë dhimbje të ndoja. Me imshu kokës edhe derisa qetësohet. E kështu që me mshumën e kokës, në tonë, ky zullumçaru ka qetësu. E kështu, në tonë, Allahu xhaleshanu ja merr shpirtin. Tash, pasi ti i thu vetit Zot, atëherë Allahu xhaleshanu çon diçka që ta shohësh, a thu valli je Zot apo nuk je Zot. Edhe ky i cili ishte zullumçar, edhe tha unë kam e shkatru tash këtë. Atëherë Allahu xhaleshanu padyshim neve na jep një signal, një mësim në këtë moment. Shikoni, ai i cili zullumçar, i padrejti, edhe nëse ka forcë, edhe nëse ka ushtri, nëse don me shkatru fejen, ta dim se Allahu xhaleshanu ka me mbrojt fejen e vet. Çka thot Allahu xhaleshanu? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kena zbrit këtë Kur'an, edhe Allahu ka me mbrojt. Allahu e dërgon Muhamedin, edhe Allahu ka me mbrojt. Allahu neve na thot që duhet më fal, ta di se mos mendo se unë nëse falem edhe ka me mbet pa punë. Unë nëse falem edhe s'ka me marrë atë nevnicën si duhet, atë rrogën si duhet. Unë nëse agjëroj, ka me met unë, ka mu smu. Jo. Këtë këto obligime që Allah neve në ka urdhnu, ta di se Allah ka me të mbrojt ty. Sigur se që e mbrojti Allah qabën, sigur se që e mbrojti Allah Muhammedin a.s. Edhe Allah neve në tregon me këtë sure se çdo zullumçar, çdo i cili ka pushtet, çdo i cili ka forcë, nëse vjen dhe e sulmon fejen e Allahut, Allah do ta shkatron. Si e shkatroi Ebrahan. Atëherë Allahu xhaleshanu i çoi Ebabil, zogj. Çdo zogj i kishte katër gurzi të vegjël, nga balta, thuhet, në thon ato kanë qenë nga zjarri i xhenemit. Tre gurzi. Një gurë ka pas, në thonë, çdo zog në gojën e tij, në thjetra, në komët e tij, në komën e djathtë dhe komën e majt, i ka pas çdo zog ka një gurzi, edhe vijnë tash tufe arab, po e shikojnë edhe këto Ebra me ushtrinë e vet, po e shikojnë se çka u bë tash, qielli u bë terr nga zogj. Atëherë Allahu xhaleshanu me këto zogj i çoi, me edhe çdo zogj i kishte katër gurzi, edhe këto zogj ja nisën me i gjujt këto ushtrinë e Ebran dhe ushtrinë e vet. Ama e dini se çfarë dënimi ka qenë? Thojnë mufesirat, ai gurri i cili kur ka ardhur i ka mshu hajvanit, do thonë, ja ka shkrim mishin e vet. Kur i ka mshu njeriut, ja ka nxjerr mishin nga koci. Do thonë, çfarë Allahu xhaleshanu, do thonë, nga mucize e vet, këto gurze që kanë ardhur nga zosht, do thonë, ushtrin ja nis me shkatru. Edhe disa prej tyre ja nisin me hik, edhe disa prej tyre vdesin rrugës, edhe Ebraha ky kryetari, do thonë, momentin që i bie gurri nga qielli prej zogjve, ja nis trupi i tij mu shkri apo mu kput. Thënë gishtat e tij ja nisin me i ra. Derisa shkon, do thonë çashtu shkon dal nga dal Yemen, edhe kur e shohin ato banorët e Yemenit, atëherë thuhet që zemra e tij plas edhe vdes. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Atëra Allahu xhaleshanu nga këto zosht i gjuan me gurzi,
me gurzin nga tini, nga lloçi, guri i mbështjellët prej lloçit, e thuhet që kanë qenë domethënë nga zjarri i xhenemit, e kjo është ushtria e Allahut xhalla shanu. Për ta mbrojtur fejen e vet. Termihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dini se si i kanë bën. Cop me cop. E dini ajvani kur shkon me hongër atë barin e vet, apo kur e keni pa ato gjethat kur vin zosht edhe e hajn, çish bëhet ajo fleta. Bëhet, në thon shkrum, në thon copa. Edhe kështu Allahu xhaleshani i shkatron ata, cop me cop i ban, edhe mbaron kjo histori. Me vdekjen apo me, në thon, duke dënu Ebran dhe ushtrinë e vet, edhe Allahu xhaleshani e mbron çabën. Allahu xhaleshani thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, këtu e ka për qëllim me i kallëzu banorëve të Mekës, se kur ka lind pejgamberi alayhis salatu wasalam, çat vin pastaj lind edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur vjen shpallja, kur vjen kjo sure, i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A nuk e din ti, a nuk e sheh, a nuk të ka lajme se Allahu xhaleshanu çka ka ndodhur, çka ju ka ndodhur atyre pronarëve të elefantit. Edhe kallëzovu atyre Mekës, se nëse ata të kundërshtojnë ty, Allahu do t'i shkaton sikur se i shkatoi ata. Për këtë shkak Allahu xhaleshanu ju jep, si thonë tani, një çfarë historie apo ju kallëzon diçka, një çfarë tregimi se të kenë kujdes, o ju Kurejshit, o ju banorët e Mekës. Allahu xhaleshanu ju ishit asgjë para se të ndodhë kjo, se ishi një popull që nuk kishte vlerë. Ama kur Allahu xhaleshanu e mbrojti çabën, atëherë ja nisën këto dyqysh me ngrit atë namin, me thonë, shtëpinë e Zotit ne e kena, edhe ne jemi një popull që Allahu neve ka me na mbrojt, se e mbrojti Allahu shtëpinë e çabës, shtëpinë e vet prej Ebras, prej kretanëve të Yemenit, edhe dyqysh ja nisën me u bë kremdhej, do të krenalt. Atëherë Allahu xhaleshanu kur e dërgoi Muhamedit alayhis salatu wasallam te ai popull, ju tha Kurejshive, shikoni, unë e çova Muhamedit alayhis salam. Ama ta dini se edhe ju, nëse ju vini dhe e shkatrojni apo e dënoni Muhamedit alayhis salam, e pengoni nga Islami, ta dini se do t'ju gjojnë sikur se i gjeti Ebran me ushtrinë e vet. Kjo është një çfarë mësimi çka ne musliman duhet të miremi, sikur se e thash edhe në fillim, se çdo njeri i cili që ka pushtet, edhe është zullumçar, nëse vjen dhe e dënon apo e pengon Islamin, Allahu xhaleshanu do ta dënon. Ju e dini në Arnaçi, po më duket viteve në komunizëm, kur shkon ai njeriu i cili jep leje për me prish atë minaren e Arnaçis, thua që duke u kthy nga ngjarja, hen me ai komandiri i policisë, hen me një shleper, me një kamion edhe vdes. Andaj çdo kush që ka gisht për me sulmu Islamin, ta dim se Allahu xhaleshanu do ta shkatron. Kjo është mësimi më i madh që ne mundna me marrë, domethënë, edhe mësimi i dytë është çka çdo gjë që Allahu xhaleshanu të ka urdhëruar ti, mos e mendo se Allahu xhaleshanu ka me të lënë anash. Ta di se nëse Allahu ka marrë përsipër me mbrojt Islamin, edhe i ka marrë përsipër me i mbrojt musliman, ta di se Allahu do t'i mbron në dunjë edhe do t'i nxjerrë selamet. Ndoshta do të vënohet, ama do të vjen ndihma Allahu xhaleshanu. Lutim Allahun xhaleshanu që edhe një herë Allahu të na ndihmon neve, të ndihmon musliman kudo që të janë, ta ndihmon këtë fe, këtë Islam. Edhe Allahu xhaleshanu inshallah lutim Allahun që Allahu kabul dhe makbul të na bën këto adhurimet, këto duat. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.